diktatorit? Nga lëvizjet e fundit që po bëhen në Kosovë, logjikisht shikoj që do jetë më shumë pjesë e akrobacive politike se sa do pritet deri në vjesht. Për arsyen e vetme që në vjesht ju e dini që janë zgjedhjet lokale dhe Kosova do futet në një proces shumë të gjatë dhe jashtëzakonisht të vështirë ku partia kryesore që është në Kosovë, megjithatë diferenca e partisë kryesore tani vetëvendosjes me të tjerat nuk është shumë e madhe, për të marrë pushtetin lokal. Sepse siç e dini vetëvendosja nuk ka shumë komuna, ata thon komuna atyre që ne i themi bashki, në Kosovë. Dhe duhet që ti paraprish pushtetit lokal për të kaluar në pushtetin qendror. Dhe besoj nga lëvizjet e fundit që po bëhen disa manovrime, sidomos nga zoti Kurti, kuptohet që lëshimet do jenë shumë të mëdha për të bërë një lloj qeverie. Nuk mund ta them dot me siguri sepse për 31 herë me radhë ka dështuar konstituimi i parlamentit, askush tashmë nuk mund të thotë deri ku mund të shkojë ky ngërç. Por duket që ka tashmë një lloj vetdije më të madhe të faktorit kosovar për të bërë një lloj pakti. Po ky pakt